radhë, por nga ana tjetër këtu përballen me disa fenomene që natyra e aksidenteve ka qenë e tillë, nuk kanë rregulluar shpejtësinë në funksion të fushpamjes gjatë orëve të natës, kryen manovra pa u siguruar për kryer manovrën, sepse ata në mësuar në vendin e Bashkimit Evropian mjafton vetëm sa hapin sinjalin dhe fillojnë kryer manovrën. Ndërsa këtu, në vetë që hap sinjalin, por duhet të kontrollosh mirë pasqyrat, më pas të fillosh të kryesh manovrën. Dhe kjo bën që të kemi një numër të lartë të aksidentave. Nga ana tjetër, shqiptarët e dinë se Shqipëria akoma është e viteve 90, Shqipëria ka zhvilluar, Shqipëria po ecën me një zhvillim shumë të mirë, shumë të dukshëm, qoftë edhe për rregullat e qarkullimit rrugor, por qoftë edhe për zbatimin e ligjit. Nuk është e njëjta Shqipëria me vitin 90 dhe me aktualitetin tani. Rrugët e dim që janë rrugë në kantier e sipër, shumë segmente rrugore në Shqipëri janë duke u ndërtuar apo duke rikonstruktuar. Unë vetëm një apel kam për rrugën në Shqipëri. Të gjithë subjektet që janë duke implementuar rrugët ose subjektet, kompanitë që po bëjnë ndërtimet e rrugëve, duhet t'i thrasin mirëmendjes. Duhet t'i thrasin mirëmendjes sepse duhet që të kenë një plan të menaxhimit të trafikut. Në momentin që kemi një segment rrugor që është duke u ndërtuar, duhet të vendosen sinjalistika në përputhje me standardet europiane. Dhe nuk mundet që një kompani vendos vetëm një tabel, thot 20 km/h, dhe kjo kompani ka zgjidhur trafikun. Kjo kompani ka zgjidhur aksidentin. Jo, është nul. Dhe shumë nga kompanitë e tjera hapin segmente rrugore, i lën në çakull, i lën gropat që thyen këmbë njeriu, jo vetëm mjeti, kjo përkthehet në kosto. Të marr një për shembull se ka ndodhur aksidente gjatë ditëve të fundit, gjatë muajit të fundit. Lushje Berat, mbetet një ndër njollat e zeza për shkak se rruga që kalon aty janë fermerët, cilët punojnë, shkojnë tek tokat e tyre etj etj. Mbetet një njollë e zezë, si zgjidhet për shembull? Segmenti rrugor Lushje Berat, entipronari i rrugës duhet të përcaktoj, duhet të bëj kufizimet, sepse çdo 20 metër, çdo 50 metër kemi dalje degëzime për të shkuar te tokat bujqësore. Entripronar duhet të bëj bllokimin e rrugës me gardrela ose me barriera mbrojtëse dhe të krijoj kushte me rrugë dytësore të gjithë fermerëve që do punojnë tokat e tyre. Ka dhe mungesë drejtësimi në shumicën e rrugëve tonë. Jo vetëm kaq. Në moment që ti si entrepreneur u krijon kushte, u krijon një mundësi qytetarëve të këtyre zonave bujqësore, dhe më pas ti si entrepreneur duhet që në shumë segmente rrugore ku është dhe qendër banuar, zonë e banuar, ti çfarë bën? Përveç se ti vendos sinjalizimet për kufizimin e shpejtësive, por duhet ta ndryshosh këtë segment rrugor, sepse gjatë orëve të natës, një mjet me drita të shkurtra mund të shkojë 35 deri në 40 metër, por nga ana tjetër një qytetar ose një mjet bujqësor i pandriçuar që del në rrugë i detyruar për të shkuar në shtëpi, nuk mund të konstatohet nga drejtuesi i mjeteve. Është e pamundur që aksidenti mund të shmangej. Entrepreneur aktualisht vendos një tabel 40 km/h apo një tabel 20 km/h dhe thotë që nëse ti do ishe me shpejtësinë e lejuar, aksidenti do ishe shmangur. Po mirë, po nuk është zgjidhje kjo. Kjo nuk është zgjidhje sepse ti si entrepreneur duhet të krijosh kushtet si drejtuese të mjeteve, po ashtu edhe të drejtuesve të mjeteve bujqësore apo edhe këmbësorëve. Si zgjidhjet e Rinasi dhe hyrjet e daljet në Elbasan, zonë e Bratasheshit. Aty ne kemi radhë sikur si në film. Aty është bërë tashmë tmerr, do e quaja. Tmerr sepse krijon radhë gjata kilometrike. Zona e Bratasheshit vetëm zgjidhje ka mbikalime, nënkalime në mënyrë të tillë që t'i krijojnë kushtet të gjithë ata që do qarkullojnë në drejtim të Beratit, të flasim Belsh, Kuçov, Berat. Duhet të krijon një nënkalim. Të gjithë drejtuesit e mjeteve që shkojnë për në Peqin, Rrogozhin, do të krijosh një dalje nga Djatha, nga Elbasan një dalje nga Majta, apo ata që po ecë drejt një, domethënë, duhet të bërë projekti i mirë studiuar dhe të pas të implementohet. Nuk mundet që projekti aktualisht, eksperienca ka treguar që bëhet nga studio, nga arkitekt, mënyrën se si e bëjnë të bukur dizajnin,
por nga ana tjetër nuk është funksionale për trafikun. Kjo ka treguar në shumë, ka treguar historia, patjetër arkitektët janë profesionistë të punës apo konstruktorët, por nga ana tjetër duhet parë që diçka të jetë e bukur, por të jetë edhe funksionale për atë çka ajo po ndërtohet, sepse investimi po bëhet, lekt po harxhohen, por nga ana tjetër ne përballemi me kushtet e njëjta. Nuk duhet menduar që në moment që kryen një investim, qoftë mbi kalim, nën kalim, apo degëzime, apo bypasse të rrugëve, të mendohet për aktualitetin, që do thotë nëse ne kemi një segment të migrakuar, unë për këtij segmenti ose këtij qyteti po i bëjmë bypass dhe unë e zgjidha, por duhet menduar për 30, 40 vite më pas, 50 vite më pas. Dhe në moment që ti investon, ta shikosh me perspektivë për të ardhmen dhe jo për aktualitetin. Jo për moment. Sepse nuk mundet që ti të kryesh një vepër arti tani dhe mbas 10 vjetësh, 5 vjetë se kryesh përsëri një vepër arti, se është me shumë kosto. E qartë. Mirë, Lika, ju të falenderoj shumë. Falenderit, do t'jemi edhe herë tjera së bashku dhe gëzuar festat.